Zot Dyshniku, në sezonin e ri politik në shtator, a do t'i nisni protestat grupi juaj pensionistëve për të kërkuar më shumë të drejta dhe për të kërkuar rritjen e pensioneve? As kemi për të ndaluar. As kemi për të ndaluar. Vazhdimisht na takojnë pensionistë po dhe qytetarë. Pse i ndaluat tash gjatë fushatës? Do të vazhdojmë. Ka një ndërgjegjësim të jashtëzakonshëm. Po unë i bëj thirrje jo vetëm qytetarëve, por edhe të gjithë partive tjera opozitare. Në qoftë se kanë objektiv të rregullojnë jetën e popullit shqiptar. Duke u nisur ajo që ky është pengesa Edi Rama, është pengesa kryesore, le të bashkëngjiten kauzës së pensionistëve. Se Rama ik, Berisha ik, nuk zgjidhet kjo punë. As bota nuk të mbështet. Prandaj e kam thënë dhe atëherë kur bëni protestën e. Është guri provës pjesëmarrja, mbështetja e protestave të pensionistëve. Ata nuk donin ta dëgjonin këtë. Se donin pushtet. Populli të ndjek mbrapa kur ti e mbështet në interesat e popullit. Kur ti flet për popullin, që janë hallin popullit. Po jo vetëm duam mbështet. Jo vetëm kjo. Le ta provojmë kur të fillojmë neve protestat. Le të mbushet sheshi me 100.000, me 200.000. E do shporët e Rama dhe lakejt e tia. Edhe bota do në mbështetë, se s'ka si flet kundër nesh. Çfarë them këtu? Cilat do të jenë kërkesat tuaja konkrete në raport me qeverinë e re që do të krijohet në shtator sa i përket shtresës së pensionistëve? Të parën gjë do kërkojmë minimumin etik. Një qeveri që nuk miraton minimumin etik, ajo e trajton pensionistin si qenë të vdekur. Më keq se qenë rrugaç. Minimumi etik do të thotë që kaq është aty do vdesësh. Po shtia. Tash ti japësh pension ti, minimumi etik 200.000 lekë. Kaq paguan bashkia më për qend rrugaç te kopshti botanik. Kaq paguan. Kurse bujqësia merr 70-80.000 lekë. Ka punuar një jetë tërë dhe tham se sa kontributi ka dhënë bujqësia. Skema e pensionet duhet të rishikohet totalisht, jo nga ekspert, po nga njerëz politik, nga njerëz social. Ta dëgjojnë neve pensionistëve që kemi në korris. Eksperti është i fundit. Eksperti është ai që zbaton vendimin e politikës. Jo dali eksperti i pari. Kaq le ka thonë ka stekat. Kaq di eksperti. Nuk di të gjykoj. Ora ti e pensioni këtia fshatarit për rrogën që ka marrë 2-3.000 lekë, po kontributi këtia është gjigant. Është gjigant. Tani unë se di. Ti ke qenë internuar edhe merr tash miliona lekë. Po mirë, ma ai fshatari që ka qenë bashkë me ty në fshatin që ke internuar ti. Po ai që ka punuar në baltën bashkë me ty, nuk janë edhe ky persekutuar edhe internuar se ty? Ka pas më shumë të drejta se ty ai? Atëherë kjo qeveri pse si trajton dhe fshatarët shumë? Çka kushe ka pas fshatari? S'ka punuar me kompjuter. Në baltë, në kazë, në diell, nga mjezin 7 e deri 7 darkës. Ta trajtohet si fshatarin, ama si fshatar thua. Si fshatar. Fshatari ka marrë me bukë ty. Me bukë, me mish, me qumën. Me qa lek e ke bler? E ke bler industrinë, me lek e fshatarit. Krenoshi me Albania, me mallin bio. Ai fshatari e bënde mallin bio. Ai e bënde. Edhe vetë hante, prodhonte grurin, vetë hante bukmisi. E haje ti në qytet, edhe unë në qytet. S'është e drejtë. Është një padrejtësi e madhe. Është një përbuzje e madhe për shtresën e popullsisë. Prandaj braktisat vendi. Se ka politika kriminale anti-shqiptare. Për ta shpopulluar vendin, për ta braktisur. Mbase për ta nxjerrë Shqipërinë në ankand. Ku i diet ç'a bëhet? Unë nuk e di unë. Unë nuk di për paskenat. Unë di ç'a shoh me sytë e mi, e ç'a ndjej. Zot Dyshniku, si mendoni sa do ndikojnë këto protesta tek qeveria e Edi Ramës për të reflektuar kundrejt shtresës së pensionistëve, duke qenë se tashmë ai ka 8 vite 3 mandate dhe ka krijuar një pushtet absolut, po themi, dhe kur nuk ka pas, kur ka qenë pak më, po themi, me më pak mandate mandatin e kaluar, si mendoni se mund të ndikoni kur ai tashmë pothuajse ka një pushtet gati absolut? Shikoj, Edi Rama pushtet absolut ka pas gjithmonë. Sepse ai vuan nga deliri i madhështisë. Hajde, edhe 2 vjet jenë me atë, duke bërë muhabet. Ai thot, kështu si them unë, thot, është, nuk është si thua ti. Unë thot, ai kam përvojë, thot, në pushtet, thot ai. Po mirë, ky ministri i financave që ke vënë ti, që ti di ke më shumë për financën se ai.
Pa i ka i bullallaqe nga ai, që s'del ai të shpjegoj popullit për pensionet. Pse s'erdhi ai të takojnë i financave? Apo i tatimet, apo i sigurinë shoqërore atje. Pse s'dani këta? Po se ky si ka lënë atyre ashtu autonomi. Se i di që ka kuklla, çfarë thot ky bëhet. Prandaj them ky është diktator, mo. Ky është diktator. Ku shiguroj në PS? Njifen. Asë dhe në PD. Tatë PD dorën tash, ma që i shpalli Amerika non grata Saliun. Pas e përpara se të shpallte, bota, Sali Berisha ti e bota. Edhe këta, ti e Skënderbeu, thoshe. Jam me që doli kjo fjale Skënderbeu. E quaj këta Spiropali, këta tjere, Skënderbe. Po mirë, ma i Skënderbeu, para 700 vjetësh, la milionat, la florint në shërbim të Perëndërisë Otomane, në Stamboll, postin titull general, dhe erdhi në Shqipëri, e vuri pasurinë dhe jetën e tia në shërbim të popullit vet. Luftoi 25 betejë bëri këtu në Shqipëri. Pra e shkriu pasurinë dhe jetën. Dhe vdiq këtu në Shqipëri, nuk ndonjë në mes të asaj të Stambollit, apo Ankaras. Po këta ç'bën këta? Këta erdhën pushtet jo për popullin. Këta e zhvatën popullin. Këta e ropën këtë popull. Dhe as duan ta dinë. Vetë marrin nga 6 milion lek, 70.000 lek, 80.000 lek i japin kooperativistët, që ka terdhur dersën. A e shikon këta? Andaj, ajo Spiropali dhe ata të Spiropalit e tjerë, ta shepin gojën, kur zënë në gojë Skënderbeun, apo Ismail Qemalin, apo të tjerë. Sa ata kanë derdhur pasurinë dhe jetën për Shqipërinë. Flas për Skënderbeun, që e bëjnë krahasim këta. Ta palaço. Çfarë japin për popullin? I kanë mbyllur gojën popullit pa lëmë të tjerat. Gjëja e parë që duhet bëj një kryeminist këtu në Shqipëri. Ky po doj, ky se bën xhambo. Po tishte me mend në kokë, apo një dikush tjetër që do vjet më ti. E para gjë, të hapi zyrët që të flasin tankon njerëzit. Edhe ata zyrtarë që nuk i zgjidhin to, të largohen nga puna. E para gjë. Po këtë e bën një kryeminist që i dhimbset popullit vet. Nuk e bën një harbut, një shpirt lik, një shpirt zi, si Edi Rama. S'mund ta bëj. Se ka bërë deri më sot. Një njeri që nuk pranon kritika, këshillat, propozimet, denoncimet, çfarë pret nga një njeri ti? Pik marroj e more. Nisur nga profili që ju i bëni kryeministrit Edi Rama, a mendoni se ai rrezikon të përfundojë njësoj si Sali Berisha që u shpall non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për minim të demokracisë dhe për afera korruptive? Unë kam frikë se ky do përfundojë si Gaddafi. Është lula ajo e Sali Berishës. Ky ka fituar një urrëtie të mërshme. Se njerëzit e provuan Sali Berishën, e bën në theshtatën. Ky s'ka mësuar gjë nga ajo, po çka në mangut krime pa bërë ai Sali Berisha, ky po i bën ky brapa. Se njeriu nxjerr nga provoja e të tjerëve, nga pasojat. Nxjerr konkluzionin nëse dëshiron të shërbej popullit. Ky s'ka nxjerr asgjë. Ky s'ka nxjerr asgjë. Ky më ngre mua kullat në mes lulishtes, në mes parkut. Po ku shihet timur? Ky është si puna saj breshës që do matesh me fluturon të Shqiponja, do fluturoj dhe unë, tha Bresha. Dhe hipi më shkeme dhe urgjohet. Po ti e një popull i vogël, një shtet i vogël. Ku janë më? Kjo rrugë ka ngjerë këtu. Turistat vjen e vinë në këtë rrugë. Nga Arinasi deri te parku Liçenit. Kjo është që mburret ky. Po ç'a shohin më ato? Ç'a ka këtu për të parë? Ç'a ka për të parë këtu? Po ky thotë, unë po zbukuroj qytetin. Po nuk është detyra e kryeministit të zbukuroj qytetin. Detyra e kryeministit është të zbukuroj jetën e qytetarëve. Pra të ketë njerëzit të jenë tërë në sherrë dhe fëmijët, tërë kopshte, tërë shkolla, të ketë lulishte, të ketë parqe, të ketë stola, të ketë tavolina, të ketë mjedisa ku njerëzit të argëtohen, të kalojnë, të ketë biblioteka për fëmijët dhe të rriturit, të ketë qendra kulturore që njerëzit të argëtohen. Në shkolla të ketë klasa sportive, etj. Të bëhen kampionate për teatro, për konkurse letrësie, etj. Pra, këtu s'ka asgjë fare më. Këtu s'ekziston shteti. Këtu nuk shihet shteti, këtu shihet vetëm Edi Rama. Deri në mëngjes deri në darkë, Edi Rama. Ka thënë Edi Rama kështu, ka thënë Edi Rama kështu. Ç'është kjo më burr? Ç'është kjo më? Flasin diktaturë komuniste. Atëherë thoshin, shoku Enver ka thënë kështu dhe marroni muhabetin.
tani s'të le ky. Po ka thënë Edi Rama, po u rritë pensionet, po tha ky do rritë pensionet, ka mbaruar e punë. Po s'tha ky s'rritë pensionet. Pra, a është diktator është ky? Qa thot ky tash? Qa flet ky mua? Thot ju jam antikomunist. Ti je antikomunist? Ti je anti-shqiptar. Mos u fshim as antikomunizmit. Se antikomunizmin e kam parë në Amerikun, se qa bërë për qytetarët.